إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Në këtë mësim të radhës e kemi zgjedhur që të flasim për biografinë e imamit të njohur të selefëve, imamin Abu Hanifën, Allahu mëshiroft, i cili po ashtu do të thonë konsiderohet një imam i kryesor apo themeluesi i mëdhëbit të njohur për mëdhëbeve të ahli sunnetit, për mëdhëbit hanefi. Dhe njëherët konsiderohet për imamëve më të hershëm. Prej 4 imamëve të 4 mëdhëbeve, Imam Abu Hanife, Allahu mëshiroft, është më i hershmi, sepse ka lindur në vitin 80 sipas hijretit. Dhe këto e shohim domethënë kohën e hershme në të cilën ka lindur, dhe ka transmetime se është taku edhe me disa sahabe. Dhe ka transmetime se e ka taku edhe Enes ibn Malikun radhiyallahu anhu. Dhe nëse këto transmetime verifikohen edhe janë të sakta, atëherë çka vetëm se verifikohet se ky ka qenë prej tabiinëve, nga se i ka takuar sahabët. Një numër të vogël të sahabëve ka arritur që t'i takoj në disa transmetime. Dhe disa transmetime thonë nuk ka arritur mi takuar. Atëherë është prej tabiinëve, sido që tjetë. Ka lindur në qytetin e Kufës, i cili qytet sot është në Irakun e sotshëm. Pra në vitin 80 sipas hijretit. Sa i përket lavdratave të dietarëve që kanë pas për këtë imam, ato janë të shumta. Dhe prej imamëve më të spikatur të selefëve të gjeneratave të hershme janë ata të cilët e kanë lavdëru i arzakonisht. Në mesin e tyre është Fudail ibn Iyad, rahimahullah, i cili thotë se Abu Hanife ka qenë shumë i njohur me fikun. Çfarë në kupton ka qenë i njohur me fikun? Dhe me thonë, i ka kuptu aq sakt rregullat edhe dispozitat e shariatit. Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë mençuri, edhe i ka dhënë mendjempresi që ti kuptoj sakt dispozitat e shariatit. Thot pra ka qenë i njohur për fik, po ashtu ka qenë i njohur për devotshmëri. Ka qenë person mjaft i matur sa i përket aspektit material edhe sa i përket aspektit të dunjas. Domethënë ka qenë shumë i përpikt edhe i devotshëm. Dhe thot ka qenë i pasur. Dihet nga historia edhe biografia e tij se ky imam Allahu mëshiroft ka qenë i pasur, nga se babai i tij ka qenë prej tregtarëve më të njohur të asaj kohe. Dhe çka do të thonë në aspektin material ka qenë i pavarur, edhe ka pas pasuri të mjaftueshme. Saqë ka transmetime që me pasurinë e tij, do të thonë ka ndihmuar nxënësave të tij. Ju ka ndihmuar nxënësave të tij në mënyrë që ata të kenë hapësirë që të prekupohen me kërkimin e ditorisë. Dhe thot ka qenë mjaft i durueshëm sa i përket mësimeve. Do të thonë ka qenë i durueshëm edhe i qëndrueshëm për të dhënë mësim edhe për të mësuar njerëzit. Natë edhe ditë. Dhe thot prej cilësive, prej karaktereve të tij, do të thonë ka qenë i heshtur shumë. Do të thonë nuk ka fol shumë. Ndërsa Yahya ibn Ma'in, gjithashtu një prej transmetuesve më të njohur të hadithit, një prej transmetuesve më të përpikt,
edhe më precis të hadithit, edhe një prej kritikuesve, të transmetuesve të hadithit. Pra Yahya ibn Ma'in, Allah më shiroft, po ashtu ka qenë një prej imamëve të hadithit, mirë po ky ka qenë një spikator për t'i klasifiku transmetuesit e hadithit. Ka qenë anxhmendje prehtë. Ka qenë aq i sakt për t'i klasifiku ata personat e cilët kanë transmetuar hadithe sa a bojnë, a janë të sakt, a nuk janë të sakt. A kanë ngabime apo nuk kanë ngabime. Dhe ky thot Imam Abu Hanifa, thot Allah më shiroft, ka qenë imam i besueshëm. Sa përket transmetimeve, thot ka qenë i besueshëm. Dhe ka transmetuar hadithe për njerëzve të besueshëm. Këto e vërejnë një çështje. Pra, kur janë puna të transmetimet e hadithit, kur janë puna të mi klasifiku ata të cilët kanë transmetuar fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë prej llupës të dietarëve të hadithit nuk ka pështu kërkush. Pavarësisht çfarë pozite ka pas, pavarësisht se çfarë ditorie ka pas, pavarësisht se çfarë fame ka pas, edhe çfarë emri ka pas, ata e kanë hulumtu preciz se është një person i cili me të vërtet i plotson kushtet e transmetimit të hadithit apo nuk është. Pavarësisht kush ka qenë, s'është më rëndësi. Ai ka mujt me qenë një dietar shumë i madh, ka mujt me pas ditori shumë, mirë po në aspektin e transmetimeve të haditheve, ajo është një diçka tjetër që kërkon precizitet, që kërkon përkushtim të madh, edhe aty prej llupës dietarëve nuk ka mujt me pështu kërkush. Sepse nëse kanë pa që ka ndonjë gabim, ai ka mujt me qenë i besueshëm, edhe ka mujt me qenë i devotshëm. Mirë po, në aspektin e transmetimit të haditheve nuk ka pas shumë njohuri, për shembull, një person i caktuar, edhe pse ka pas emër, edhe pse ka pas devotshmëri, mirë po në aspektin e transmetuesve, edhe në rrugëve të transmetimit, nuk ka qenë i shkath. Atëherë të ta ka qenë në llupë, edhe me njëherë kanë klasifikuar a bën, a nuk bën. Ndërsa Yahya ibn Ma'in, Allah më shiroft, me lidhur me Imam Abu Hanifën, thotë se ka qenë një besueshëm dhe ka transmetuar hadithe për njerëzve të besueshëm. Megjithse ka dhe vlerësime tjera për dietarëve të hadithit, të cilët kanë qenë më kritikues sa i përket transmetimeve, jo sa i përket si person. Sepse si person ndihet, do më thonë kush ka qenë, mjafton, do më thonë fakti që ai është një prej imamëve, edhe si pas unanimitetit të krejtë umetit, e ka arrit gradën e imamit në fe. Ndërsa Imam Shafi'iu, Allahu më shiroft, thot të tjerët janë të varfër sa i përket ditorisë së Imam Abu Hanifës. Më thonë, thot, të gjithë të tjerët ka nevojë për ditorinë e Imam Abu Hanifës. Edhe kjo është një dëshmi që tregon se me të vërtetë çfarë diapazoni edhe çfarë ditorie ka pas ky imam prej imamëve të Islamit. Ndërsa Imam Dhahabi thot ka qenë për më të mençurve. Edhe thot ky person i cili ka bashkuar me ditorisë, edhe në mes ibadetit, edhe në devotshmërisë. Dhe me thonë, nuk e alon anash aspektet e tjera. Mirë po ka qenë i spikator edhe sa i përket ibadeteve, edhe sa i përket bujarisë, edhe sa i përket devotshmërisë. Madje ka transmetime prej Sufjan ibn Uyayna, Allahu më shiroft, thot në Mekë, kur ka ardhur për umre, ose për haxh, thot askush nuk ka ardhur më i devotshëm, edhe askush nuk ka ardhur që ka falë namaz më shumë se sa Imam Abu Hanife. Dhe ka transmetime që ka thonë shtyll. Pse i ka thonë shtyll? Për shkak se ka falë shumë namaz nafile, edhe ka qenë në kam sikur shtyll. Aq ka qenë njoftur, domethënë në aspektin e përkushtimit rreth ibadetit, edhe rreth devotshmërisë. Ndërsa Abdullah ibn Mubarak, edhe një prej imamëve të hadithit, thot Allahu mos të kishte caktuar sebeb Abu Hanifën edhe Sufjanin, atëherë thot une
kisha me qenë si krejt njerëzit e thjeshtë. Mirë po, thot, Allahu e ka caktuar sebeb Imam Ebu Hanifën edhe Sufianin që unë të përkushtohem auditorisë edhe të mësoj sa që ky Imam Mubareko dhe të flasim edhe për ta inshallah ka qenë një prej imamëve të hadithit. Po ashtu transmetohet se Imam Ebu Hanife, Allah e mëshiroft, nuk i ka pranuar dhuratat e pushtetit. Natyrisht pushteti në atë kohë ka qenë i fuqishëm. Mbretëria ka qenë e fuqishme. Khalifati ka qenë i fuqishëm. Dhe natyrisht që ka pas konsiderat për dietarëve. Edhe ka pas nga dëshmëritë që t'ju ndihmojnë në aspektin material, sepse shumica e dietarëve, dhe me thonë, nuk kanë qenë të pasur. Por arsye se rruga të cilën e kanë edhe, ajo nuk ju ka garantuar që kanë me pas pasuri. Dhe me thonë, kërkimi diturisë nuk jep hapësirë për të prekupuar në aspektin e fitimeve, në aspektin e biznisit. Dhe të pakt janë ata të cilët kanë qenë të pasur, shumë të pakt. Zakonisht ata të cilët e kanë pas paraardhësit e tyre, familjen e tyre të pasur, ata zakonisht kanë qenë edhe të pasur. Ndërsa dietarët e tjerë, shumica absolute kanë qenë të varfër. Por arsye se rruga të cilën e kanë zgjedhur, domethënë veti kërkimi diturisë nuk i ka hapësirë që ata të punojnë edhe të angazhohen për fitime. Madje ka për i transmetimeve të dietarëve të hershëm, të cilët ka thonë ai i cili është përkushtuar për të mësuar, ai i cili është përkushtuar në kërkimin e diturisë, atëherë le të përgatitet edhe për varfëri, sepse nuk ka me pas kohë që të prekupohet për fitime të tjera. Mirë po, Imam Ebu Hanife, Allah e mëshiroft, ka qenë i pasur për shkak të familjes së tij. Dhe për këtë arsye nuk i ka pranuar dhuratat e pushtetit. Arsyeja tjetër pse nuk i ka pranuar dhuratat e pushtetit, domethënë është friksuar se mos po spravohet prej tyre. Është friksuar se mos pastaj po përdoret prej pushtetit për ndonjë arsye politike. Edhe për këtë arsye nuk ka pranuar para prej shtetit hiç. Dhe shumica e dietarëve të selefëve kanë qenë të tillë, të cilët nuk i kanë pranuar, edhe zakonisht kanë qenë që kanë qëndruar në distancë prej pushtetit. Jo për ndonjë arsye tjetër, mirë po arsyeja kryesore ka qenë sepse ata janë friksuar mos po spravohen me ta, mos po ndikohen zemrat e tyre, edhe pastaj munden mos spravohen në fe, që pastaj për hir të pushtetit me ndryshu diçka prej fetfave, me ndryshu diçka prej qëndrimeve, mirë po ata kanë dashur që të arrijnë të distancuar në një aspekt, në mënyrë që të mos spravohen nga ata të cilët janë në pushtet. Po ashtu sa i përket prej cilësive të tij në ibadet, do të thonë ka transmetime se në shumicën e rasteve me abdesin e yatsis e ka falë edhe namazin e sabahut. Për shkak të ibadetit të natës, për shkak të angazhimeve në lutje, edhe në namaz të natës, edhe në kërkimin e diturisë, dhe më thonë ka flajt shumë pak, ose zakonisht nuk ka flajt, dhe me namazin, me abdesin e yatsis, e ka falë në më thonë edhe namazin e sabahut. Në bazë të këtyre transmetimeve, në bazë të biografisë së këtij imami, dhe më thonë këto e shofim se çfarë pozite kanë pas imamët e selefëve, dhe çfarë përkushtimi kanë pas në të gjitha aspektet e fesë. Dhe këto duhet ta shohim se personi i cili atribuohet në dhëbet të Imam Ebu Hanifes, pra duhet me pas kujdes, edhe duhet me mësu mirë se me të vërtet kush ka qenë Imam Ebu Hanife. Prandaj jo çdo kush e ka me hak, jo çdo kush e ka me të drejtë që të thotë unë jam Hanefi, unë jam me Imam Ebu Hanifen, unë jam me dhëbin Hanefi. Mirë, nuk po ta konteston askush. Mirë po duhesh me qenë realisht qysh kanë qenë ata. Do të prekupohesh që t'jesh me gjitha cilësitë, me gjitha virtytet, çfarë kanë qenë ata.
Dhe më thonë, pak ka transmetime që të thuhet për imam se me abdesën e jacis e ka falë namazin e sabat. Sepse gjatë tërë natës ka qenë dhe më thonë një angazhuar në dua edhe në namaz të natës. Edhe kush është sot që i bën këto? Pastaj ku është, dhe më thonë, si shtash më herët që është përmend, edhe e kanë thonë edhe gap, i ka thonë shtylla. Se ka nejtë si shtyll, dhe më thonë, për shkak të qëndrimit të gjatë në namaz. Ky ka qenë Imam Ebu Hanife, Allahu më shiroft. Pastaj të mos flasim në aspekte në devotshmërisë, sa i përket raporteve me dunjan, sa i përket raporteve materiale. Dhe me thonë, ka transmetime që në situata caktuara, nëse ju ka jep fëmijëve të vetë ndihma, nëse ju ka jep pasurinë në fëmijëve të vetë, atëherë në të njëjtën kohë çaq ju ka jep edhe tjerëve. Si ju ka jep fëmijëve të vetë, ju ka jep edhe halkut. Mirë, i pasur ka qenë. Mirë, po shumë njerëz janë të pasur, po janë të pasur vetëm për veti. Dërsa Imam Ebu Hanife, Allahu më shiroft, vetë e ka pas zotim, nëse ju jep fëmijëve të vetë, ju ka jep edhe fëmijëve të halkut. Qështu ka qenë devotshmëria e tij, Allahu më shiroft. Mirë po, transmetohet se zakonisht shumica e imamëve i kanë pas edhe sprovat, edhe i kanë pas të lashet e veta. Dhe prej sprovave që transmetohet se i ka pas Imam Ebu Hanife, Allahu më shiroft, është se pushteti e ka mos edhe e ka ndëshku me shkop. Arsye është sepse i është ofru posti i gjyqtarit dhe ai ka refuzu. Dhe më thonë, i është ofru posti që t'jetë gjykatës i popullit, gjykatës që të punoj gjykatë i shariatit. Mirë, po për shkak të përgjegjësisë ai nuk ka guxoft që ta marrë atë post. Edhe pushteti e vazhdimisht i ka bërë presion. Për arsye se pushteti e ka pasë çfarë dituri e ka. E ka pasë çfarë pozitë ka. Mirë, po ky është friksu. Që të jetë gjykatës, që të bëhet gjyqtar i shariatit, edhe pse ka qenë i ditur, nuk ka dashur që ta marrë atë përgjegjësi që me të vërtet është prej përgjegjësive më të rënda që mundet me pas njëri në tokë. Dhe për këtë arsye e ka refuzu, edhe pse pushteti e ka burgos, edhe pse ka transmetime se 100 kapxhia e ka godit në mënyrë që t'i bojnë presion për të pranuar, edhe nuk ka pranuar. Edhe kjo është një mësim e vete. Dhe me thonë çfarë do të thotë përgjegjësia e pozitave, sidomos ato përgjegjësi, ato pozita që ka të bëjnë me, dhe me thonë, me publikun, me çështjet e popullit. Madje ka transmetime për dietarëve të hershëm në lidhur me atë person i cili është emërtuar si gjykatës. Ka thonë ai person i cili është caktuar gjykatës është njëjtë sikur se me prej pa thikë. Se thika të pështon, të rahaton. Mirë, po me të prej pa thikë, me diçka që është me e trash, ajo të shkatron. Atëherë dhe me thonë që shtu ka ndonë djetarët është përgjithësi e madhe, nëse dikush është caktu që ati gjykatës, është sikur se me prej pa thikë. Imam Ebu Hanife, Allahu më shiroft, e ka kuptu sakt këtë përgjithësi, edhe nuk ka dashur që të pranoj, edhe pse është torturu, edhe pse është burgos, pavarësisht dhe me thonë për shkak të pozitës që e ka pas. Mirë, po pas një kohë, një për nësave të ti, më të spikatur, Ebu Jusufi, Allahu më shiroft, ai pastaj caktohet gjykatës, edhe shkaku kryesor pse edhe Ebu Hanefi ka pas një përhapje geografike shumë të gjanë, arsye është për shkak se gjykatësi i shtetit ka qenë për mëdhëbet Hanefi, konkretisht ka qenë nxënësi i tij Ebu Jusufi, Allahu më shiroft, edhe pastaj kur ka punuar në drejtësi, kur ka punuar në gjykata, natyrisht se ka gjykuar
sipas, domethënë, mendimeve të mëdhëbit Hanefi, edhe kjo ka qenë arsyeja pse është përhap gjeografikisht në shumicën e atyre tokave, domethënë mëdhëbi Hanefi. Ndërsa Imam Ebu Hanife, Allah më shiroft, ka vdekë në vitin 150, domethënë ka jetu 17 vite. Ka jetu 17 vite dhe pikrisht në atë vit në të cilin ka lindur, ka vdekur, pikrisht në atë vit ka lind Imam Shafiu. Allahu i mëshiroft gjithë. Domethënë në pika të shkurtra, kjo është një biografi e jetës së Imam Ebu Hanifes, megjithse ka shumë që të flitet për to, dhe kuptohet se ai ka qenë në gjanatën e tabiinëve mos e paku, mos jo atëherë ka qenë prej tabiinëve, dhe ka qenë, domethënë, për gjeneratave të selefëve. Dhe ka qenë prej atyre të cilët unanimisht, domethënë, janë konsideruar se është imam në fe. Mirë po, pavarësisht kësaj, ne duhet ta kemi atë mesatarin, që nuk duhet të kemi fanatizëm as ndaj atij, as ndaj të tjerëve, sepse me gjithë pozitën që kanë pas, diturinë që kanë pas, ne sipas haditheve të pejgamberit, sipas porosive të vetë këtyre imamëve, nuk lejohet që të kemi fanatizëm, edhe që të kapemi vetëm për mendimet e njënit, edhe të themi veç kjo ka pas sakt, veç kjo ka qëllu, edhe vetëm edhe i tij është më i mirë, edhe ai tjetri nuk bën. Më thonë kështu, muslimanin nuk duhet të jetë. Mirë, po muslimani duhet të jetë mesatar, duhet të ketë respektin e këtij imami, duhet të di se është prej më të hershmeve, duhet të di se çfarë diturie ka pas, që çfarë mençurie ka pas, me të vërtet ka qenë i spikatur, i dalluar, prandaj Allah më shiroft, ka pas kontributin e vet, mirë, po fanatizëm as se si nuk lejohet, as ndaj atij, as dikujt tjetër, domethënë prej imamëve. Mjafton domethënë fakti që stam, megjithse disa dietarë të hadithit e kanë vlerësu si transmetues të sakt, mirë po, ne jemi njerëz, të gjithë njerëzit mundën me gabu, atëherë ka edhe dietarë tjerë të hadithit, të cilët si transmetues, Imam Ebu Hanifen, e kanë vlerësu si transmetues të dobët, domethënë që transmetimet e tina kanë thonë janë të dobëta, e kjo nuk nënkupton që ata e kanë fyr, e kjo nuk nënkupton që ai ka qenë i besueshëm ose i devotshëm, mirë po si shkenca hadithit është e tillë, mund me pas ndonjë temet, mund me pas ndonjë lëshim në aspektin e transmetimeve, edhe dietarët e hadithit nuk e lejojnë këto as pak, sepse vjen pyetje transmetimi i fjalëve të pejgamberit, e aty duhet me qenë domethënë korrektësia në nivelin domethënë maksimal. Aqulu ma tasma'un واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.